Me 11 qershor nuk keni dashur që të mateni si i nominuar për kryeministri PDK. Tash nuk po dëshironi të mateni si i nominuari i panit për kryetar të kuvendit. Matuni dhe ballafaqohuni me të vërtetën. Kosova po humbet shumë prej vonesave që po ja shkakton udhëheqja e PDK-s. Tashmë prej Kosovës po tërhiqet FMN-ja, po i ndal programet e ndihmave financiare për Kosovën, shkaku i vonesave të tij. Bankat investive nga e gjithë bota e kanë vendosur Kosovën në listën e zezë për shkak se nuk ka shtet të drejtës dhe sundim të ligjit. Pra këta të njëjtit janë arsyeja pse nuk ka investime nga jashtë në Kosovë. Këta janë arsyeja pse kemi këtë varfëri të gjerë e të skajshme. Kosova dhe vetë qytetarët po humbasin shumë. Shumica e ndërmarrjeve publike qendrore e rajonale sot janë prag të falimentimit. Ato janë keq menaxhuar dhe janë vjedhur sistematikisht për një ato të hekurudhave Trenkos dhe Infrakos, apo ndërmarrjet e ujësjellësve të grumbullimit të menaxhimit me durinave janë buzë falimentimit dhe vetëm formalisht janë ende funksionale sepse praktikisht kanë falimentuar. Po ashtu ka edhe raste si ai postës me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ku posta ka dërguar në gjyq themeluesin dhe e ka fituar gjyqin duke ia akorduar dëm shpërblimin për 3.6 milion euro. Gjendja në Kek ende është më e rëndë dhe shpërndësimi për minjhet e reja ende nuk është realizuar edhe pse qeveria ka marrë vendime për shpërndësime. Këto të fundit në kundërshtim me vendimin e vitit 2009, ku zona në fjalë ishte shpallur zonën mbrojtje. Me që këtë vit për shkak të mungesës së kuvendit nuk pati rishikim të buxhetit, aktualisht Ministria e Punës nuk i ka fondet për të bërë pagesat për veteranët. Për pasojë nuk mund të shohen pagesat. Më e rëndë është gjendja me barnat. Barnatoria qendrore e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës nuk ka asnjë furnizim të ri. Andaj qendra klinike universitare e Kosovës rrezikon seriozisht në secilën klinikë të saj. Edhe më e rëndë është gjendja në spitalet rajonale, ndërsa tashmë me qendrat e mjekësisë familjare duke ja nisur nga Prishtina në çdo komunë të madhe të vogël, furnizimi me barna është ndërprerë. Ministria e Shëndetësisë dhe shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës nuk mund të ndërmarrin asnjë veprim financiar. Këto janë vetëm disa prej problemeve të mëdha që solli bllokada e panit. Prandaj edhe një herë ju bëj thirrje të gjithë deputetëve të ndershëm e të përgjegjshëm, të mblidhemi që ta thyejmë bllokadën. Kosova duhet të ecë përpara. PDK nuk po tregon interesim për ta konsumuar të drejtën e saj për të propozuar kandidat. Kjo nuk nënkupton që kuvendi duhet të mbetet pa kryetar, meqense e drejta për të nominuar nuk mund të monopolizohet. Shumica jonë deputetëve që vijmë rregullisht këtu së bashku, le të propozojmë një kandidat për pozicionin e kryetarit të kuvendit e më pas ta zgjedhim atë person me votat tona. Kushtetuta i jep të drejtën ekskluzive për të propozuar një kandidat për kryetar të kuvendit grupit më të madh parlamentar. Këtë rregull ne duhet respektuar. Por, së pari, ky rregull duhet kuptuar. Gjykata kushtetuese varet nga kushtetuta dhe jo anasjelltas. Nuk ka dyshim se kuptimi i shprehjes në kushtetutë është ky, secili grup që ka shumicën e nevojshme për të zgjedhur kryetar në kuvend. Interpretuar në mënyrë të tillë që të mos mund të ndodhin bllokime. Interpretimi duhet të jetë progresiv në kontrast me atë që të ngujon në pat pozicion. Prandaj, nëse PAN e bojkoton seancën dhe vi këtu që të mos rri, apo nëse refuzon ta paraqes kandidatin e saj, atëherë ta votojmë ne tonin. E nëse PAN do ta paraqes një kandidat, atëherë secila parti e bën zgjedhje. Nuk do të marrë votat e duhura, atëherë kandidati ynë i përbashkët do të mund të votohet në seancë. Këta qartas dhe nuk duan ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Ne jemi të hapur për çdo propozim sa i përket kandidatit për kryetar të kuvendit. Nëse nuk i ka votat zotëri Veseli, unë jam i bindur që në mesin e jush
Ka shumë kandidat që i kanë votat. Provojeni në mesin e jush, ka njerëz më të votuar se Veseli për të bërë kryetar kuvendi. Dhe le ta kalojmë këtë blokadë. Ne mendojmë që ai person duhet të zgjidhet në mes të deputetëve të respektuar dhe sa më pak të anshëm, sepse duhet të garantoj të gjitha palët se do të jetë dhe do të veprojnë në atë funksion të rëndësishëm pa mbajtur anë, duke i dërguar një sinjal qytetarëve tonë se politika në Kosovë ka filluar të ndryshojë. Vendi ynë është republikë parlamentare, ku vendi është tejet i rëndësishëm, është më i rëndësishëm.